mbaruat shkollën Skënderbej. Si kush u bë shkak që ju shkuat në shkollë të Marinës, si që kjo punë? Ka një histori të lezetshme. Pasi marru pushime verove në shtëpi, pas shkollës të mesme, në mos gabojm, atava 25 kusht, pa 24 kushti diçka e tillë, se kjo koinciton 24 kushti me emrin tim, Shoko Zmaj. Se unë e fesoj Emilia, ditur nuk e kam fesu dot, se në ka pru në shkollë. Edhe se plaka ime e fesoj dhe gjithmonë në bilet, nuk fesoj ditëlidhjen time, po fesoj emri. Dita të mamë. Se cene ishë kongur në Krish, e gjitha dhe aty shkojmë në shkollë, në qëtë shkollë e bashkuar. Se shkollë Sërbej fillimisht ka këtë shkollë bashkuar, pastaj ishte aty ku kaloj me teke, po s'ka bëjë shiku të shikosh. Dhe forta është, kur ka këtej, gjithë punimet që janë bërfush atë, brezi joni ka kalu. E njëta gjë me ka ndodhe më vonë, ku të klasë pas kësaj. Që ndodhi, vep atje shoh, njëri ishte artilier, oficera ata, të zgjedhur duhet, i bënte reklam, si bënd reklami të artillerisë. Është breti i luftës e tjera me radhë. Tjetri aviacioni s'ka si aviacioni është i tillë. Se sa ishte ndalë këta dhe ju prisën juve. Tjetri filloi për marinën. Të ndryshme. Shumë gjatë të marinës që një shkodran. Jemi së kujtohet, dhe jemi shumë i mirë. Më pa mua quaj, në ju ku të shkoni, më drejtur atë më vjetë njëra i aviacioni. Mos bëjë dhe këta vëthje, e ka bërë më vjetë top, të shkoj në marinë. Si ke emrin, a i me njerë, registroj emrin e i. Po, registroj emrin e i për në marinë. Pse kërkova marinën? është diçka si mendime të moshës së asaj kohe. Fëminore. Thash, kush vesh qizbet me qillota. Të betohem, më miti bajmë kështu. Dhe nga kjo e fillimi. Shkaku ajo logike momenti i parë. Pastaj dyti ishte det, ishte e bukur, e kishte edhe qef, kështu. Edhe shkova me dashje dhe dëshirë, gjithë pasion për në shkollën e marinës. Në fillim kemi shkuar 12 veta. Në shkolla ishte hapur një vit më parë. Sa ishte prish marrëdhënia me ish bashkimin sovjetik, sidomos pas fjalës së Enver Hoxhës në konferencën e një partive komuniste dhe atë kohë, se aty filloi dhe përplasja më e madhe. Bile, mu të them në këtë një parantezë, në 59 ku ka ardhur Khrushchevi këtu, ne kemi pritur në Rinas, Begasit, edhe kemi vizitu dhe prodhim me parë rusë atë kohë Tut 104, nëse me të ka ardhur, bashkë me Malinovskin atëherë ishte ministri e mbrojtjes, që shkarkurat Zhukovin. Edhe jemi nisur me Bakin, 12 veta, po përse bloku në që Pashaliman, se shkolla fillimisht ishte në Pashaliman. Se ata studentat që erdhën nga bashkimi sovjetik, dhe nuk ishin mbaruar shkollën të plot, e vazhduan në Pashaliman. Edhe punonin, edhe në përdetyron. Jo, të parë, ja po të them të, ka qenë Ferdinand Myzeqari, ka qenë një Ndres Zefi. Ka pas që klasë një të oficerat ere, Koqo Lubonja ka pas qenë që për para, Sotin Nako, do në disa nga këta, ka qenë vazhdu një vit në shkollë marinës që u bërë në Pashaliman, ajo nësa magazina që ishtë atje, ka një parë u bërë klasat për dhe vazhdimin e studium e mësimëve, dhe ka një dyti ka panon Lisho, një flini gjumë, ka kishte. Pastaj u morëm aty me rregullime fushas,
voleiboli, basketbolli, futbolli, ju bërë më vonë aty. Kishte një ekip e madh, super, e madhe me 600 vend që ajo, aty ishte gjithë garnizoni, Marina, Kundajrore, gjithë shkolla instruksionit, gjithë aty vitin të shikonin filma. Dhe në atë periudhë filma kishin pothuajse çdo ditë. Çdo ditë. Se çdo repart kishte filme të tjera. Ai operatori ishte i mirë, kishte misi të mirë me ata të Vlorës dhe mirë çfarë filma shfaqeshin në Vlorë, ai ishte nga aty neve. Aty shkum në fillim, kur ka vajtur rrugta ky Ferdinandi këta, dolën oficera, duhe i Jaku, më dhe komand flote, Muare Puçana, ta gjithë ishin shok me Ferdi, ta bën një vit, dhe po të shofësh, gjithë grupi tyre, në atë kohë dolën, se ishin gradat, të gjithë togera, përveç 2 vetave, s'pej të memra, që dolën në togera. Misi të madhur që kisha afinitet më shumë, pasi dola në kohë, ka pas për një Sherifu Tanaj. Ishte ka bërë që ka të pelere, ka vdekur, familja tia më duket e shonja me fëmijët, ka ikur Greqia dhe kërgjit. Tashin në shkollë. Po. Mendon se e mora formimin duhur të edukimin, pasemi si navigator e këto. Ja them të drejtën, ndoshta provoj si pedagogu që ishin aty, nuk ishte ndoshta nga ana profesionale, domethënë si pedagog që të kishte marrë shkollë përveç atyre të lëndëve të përgjithshme. Se për shembull ke pas një pedagog të matematik fizikës, një Astrid Saraj, ka qenë mjeshtër. Pedagog i shkëlqyer. Shumë i mirë që na jepte matematik fizikën në shkollën Marinës. Ke pasur, pastaj shumica nga ata që hinë mësime të lëndëve të Marinës ishin në punë, shërbejnë në ndece apo në vend të tjera, pastaj kaluan në profilin pedagogut, edhe ai në mësim. Për shembull, e te Mamutaj, ai te lëndën e Minës Silurës, janë të Minës, armatimi Minës, kurse një pedagog i shkëlqyer ka pasur Gjemaliusi, Burrë Zotni. Dhe i ka vdek para sa kohë, ishte poshtë të madhe, një vitet sa po zgabohem, i ka qenë njeri shumë i mirë. Por fatin madh për ne ka qenë që shkolla instruksionit i kishte gjitha konditat dhe ne bënim praktikën në shkollë atje. Bënim mësime në shkollë, e pasi bënim praktikën atje. Që vini këshim besyt tona, ishte hapra, i veproni vetë, bënim montimin e gjitha tjera me ra. Ishim besyt me dorë. Ishte dhe kabineti i qitjes me silur për në tecet, ishte aty, që bës të vitje, kur ishte armija luftarake në tet, përcaktoje këndin luftarak, shtrije kusë luftarake të gjitha, pasaj bëni dhe prakt të tet, pasaj të hapur. Po fillimisht atje bëni stërvitin e me, kur ishte. Edhe gjatë të ne, paka shumë konfirmuam, plus saj, mbaru vite parë të shkollës Marinës, bëm ka një muaj stazh në anije. Unë të bret parë unë e bërë në Sazan, në dregamin të vogël, i ishte atere, kam qenë mos gabohem. Këtu ke shkolla, ti mendon se e mora të formimin si oficer navigator, kështu si mendon? Tash, dëgjo, profilet nuk ishte të caktuar, si profile. Më shumë neve në profil, që në hyve dhe në qep, ishte gjatë kohës që përni praktikën. Edhe, për shembull, unë kisha qef shumë të navigacioni. Dhe, kur kemë bërë lundrim, që bën, se dhe me ani, kur ishim shkollë, bëni lundrime me bazë lunduse, do mori që është ajo atere, por më vonë kaloi në interes të flotës luftarake tregtare, se në luftarake, dhe Anija Dajti. Ka qenë Stavriçika atëre? Kur kam qenë unë, Stavriçika kaloi komandant i shkollës instruksionit. Edhe Muamer Hoxha një miku im ka qenë atje. Muamer ka qenë zëc kapiteni komandant i Anijës. Dhe kemi bërë lundrim, për shembull, lundrim në det të hapur, në brigjet, në urat neutrale që quheshin,
të them drejtëria 8 orë pa gjutur deri 12 orë. Natën, kur kisha mbaruar atë 4 orë shqitim, ti vazhdoja lundrimin se kishte lezet. Domos kur afroheshin blijeve italiane, e shikoj ato dritat edhe kështu, gjikoja ishte e bukur, nuk ishte edhe det. Këndaqe kur lundroje. Edhe nuk kisha qef, thoshe, jam i lot, thoshe, shef qeti, ajë se po e bëju dhe tyro të të, dhe vazhdoja. Edhe vitet pa neve, pastaj kur e për në Dragamin. Kam qenë atje, do të sa zanë me Zisja Anastasin, a vaj? Jo, ka pas qenë, Zisja ka qenë të Dragamina e malë. Po, klasë të këto Dragaminët e vogla. Ishte një nga, kam një sekretar, instruktor për bora në atë kohë, në kohën e partisë punës, ishte nga Qorushki. Nëse s'ka një mos e vrama. S'po më të e tjemi. Ato që si kujton mos e lodhë vere. Disa shok, që ati më dhe u praktikën, i atë dhe nga jetë dhe ka qëkuj për me qëkuj. Mos e vrama. Më praktikën vite e parë, pas e ka në vite e dytë e për atë bece praktikën. Se bërë një vit praktikën? Jo, një muaj. Një muaj. Barum shkollën, dhe i për prodhime në shdo vit neve, barum dhe prodhime, bërë praktikën, pasaj në muaj gusht, bërim një muaj pushive pra familjes. 7 orë të të shkolla, si tjerët. Edhe vitet dytë, po e gjitha ashtu, marru mësimet, bërëm dhe praktikën në dece, më caktu në decën e treta të mua, po zura misi, në atë me një në oficer, dhe rujtat misi dhe të sa është nga jeta i, me këtë mendi. E kam dëgjuar këtë. E kam të shpina i. E kam dëgjuar këtë. Ata janë boshkjak, si origin, po prekosh, këtu a i, pasaj e rrë këtu, pasaj u transferua në Durësaj nga Pashalimani. Kisha këllë unjota dhe me atë për fot kjo e pra dhe kur në atitim, a i ka pasjetët të vaporin bazar në Durësaj ose ndajti për voshën, me kërëm qela. Ky ishte mekanik ati, ka qenë me Zace Zhupa, ishte kapiteni ose komandant amijes. Ka pas qenë kë inxinjeri dhe këtua, ishte mekanik, një shkutri arrovar, si ka jetë në i. Por, kunati nuk desë të vinde këtu. Nuk lakodo nga shpia dhe një Pashalimani. Tek një anije që vesh me karikimin e në ndecëve gjitha kështu. Baterive të nëndecë? Po. Të shi ju të këtë cilë nëndecë, ishit këtë treshi, këtë dyshi? Këtë treshi ka bërë praktikën. Treshi bërë praktikën. Kur mbarova shkollën, nuk dhja gjë, kishë traktur si tori politikë. Që në fillim? Që në fillim. Se ishte zvëndësi atëre në organikë? Zavestilit të politikë, po thoshe, zvëndës për politike. Do me ishë komandimi unikë, komandanti, dhe dimës komandanti në detës dhe zvëndës për politike, kishë një funksion bravar. Isha 21 vjeç, dhe të drejtën, sa këtë kur barëve shkollën në 65-ën, e më thorë mua, do vesh me vërët për njësit mbrojtjes, do vesh për praktikë në një seminar 2 mujorës në pra shkollës bashkuar.